Ndeshja me Shqipërisë dhe Serbisë po zhvillohet në qytetin e Leskovcit, në një atmosferë të mbushur me emocion, pasion dhe tension të padiskutueshëm. Është një përballje që shkon përtej një dueli futbollistik. Është sfida e krenarisë, e historisë dhe ëndrrës për një vend në play-off-in e botërorit 2026, ku qezinjt janë sot përballë një prove të madhe, ku çdo minutë në fushë mund të përcaktojë fatin e një kombi që e ndjek me zemrën në dorë. Me syt nga flamuri dhe me shpirtin luftarak që i karakterizon, lojtarët e kombëtares shqiptare po japin gjithçka për ta mbajtur gjallë shpresën e botërorit, një ëndër që i bashkon shqiptarët kudo që janë. Në mbështetje të tyre janë bashkuar edhe shumë figura të njohura publike, të cilat kanë shprehur hapur emocionet dhe besimin në fitore. Ndërta spikat prezantuesja dhe këngëtarja e njohur Luana Vjollca, e cila ka zgjedhur rrjetet sociale për të dhënë mesazhin e saj të zjarrt patriotik. Në një video të shpërndar në profilin e saj, Luana shfaqet me flamurin kuqezi në duar, teksa e shoqëron me mbishkrimin plot energji: "Mbyteni sonte, Shqipe." Një thirrje që vjen si nxitje për lojtarët, por edhe si simboli i unitetit dhe krenarisë kombëtare që zgjohet në çdo ndeshje të rëndësishme. Për shumë shqiptar, kjo mbrëmje nuk është thjesht një 90 minutash sportiv, por një histori që përsëritet sa herë që kombëtarja ngjitet në fushë për të përfaqësuar kombin me dinjitet. Dhe ndërsa stadiumi i Leskovcit mbushet me jehona, zemrat kuqezi rrahin në të njëjtin ritëm me shpresën se sonte Shqipëria do të shkruajë një tjetër faqe krenarie në historinë e saj futbollistike. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.